Policia gjej narkotik në Prishtinë dhe në Lipjan. Arrestohen 2 persona. Në orët e para të mëngjesit të sotëm janë zbuluar 2 raste të ndryshme të posedimit të paautorizuar të narkotikëve, njëra në Prishtinë kurse tjetra në Lipjan. Rasti në Prishtinë ka ndodhur gjatë kohës kur policia ka ndaluar një veturë në një pikë kontrolli e cila drejtohej nga Almaz Bytyqi, e që në të ndodheshin edhe Berat Bytyqi, Shaban Bytyqi e Behar Bytyqi. Gjatë kontrollit policia ka gjetur një sasi të substancave narkotike të llojit marihuan dhe kokain. Ani pse fillimisht asnjëri nga të dyshuarit nuk e ka pranuar pronësinë e narkotikëve, pas procedurave Berat Bytyqi është dërguar në mbajtje për 48 orë, kurse vetura është konfiskuar dhe dërguar për kontroll të detajuar. Tek rasti në Lipjan, policia ka ndaluar një veturë për kontroll, të cilën e drejtonte Arianet Mena. Edhe këtu policia gjatë kontrollit ka gjetur një sasi të dyshuar të substancës narkotike në derën e pasagjerit. Derisa policia ishte duke kontrolluar, pasagjeri Urim Sadiku ka dalë nga vetura dhe ka tentuar të arratisë duke vrapuar në drejtim të fshatit Llogaxhi. Zyrtarët policor menjëherë kanë ndjekur të dyshuarin dhe ka ndaluar, ndaj të cilit është përdorur edhe sprej për neutralizimin e tij, kurse një polic ka pësuar lëndime në këmbë. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit është dërguar në ndalim për 48 orë. Të 2 rastet janë iniciuar si posedimi pa autorizuar i narkotikëve, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.